Lavdëroni Zotin, se është i mirë. Halleluja. Tema që do të mbajmë sot është një temë me interes, të gjitha temat janë me interes, por tema që do mbajmë sot titullohet Si dallojmë vullnetin e Perëndis nga vullneti ynë. Kjo pyetje është një pyetje e vështirë dhe shumë e vështirë, sepse shpesh herë ne themi, Zot më trego vullnetin tënd, por në zemër, në thellësitë të saj, ndonjëherë ne themi, Zot, unë ka vendosur çfarë dua, tani më jep një shenjë që të kuptoj se dhe ti e dëshiron atë që dua unë. Pra, ky nuk është vullneti i Zotit. Ky është vullneti ynë, aq më tepër që neve kërkojmë ta detyrojmë Perëndin që ai të bëj atë që duam neve. Prandaj, ka një ndryshim të madh midis Perëndi bëj atë që dua unë dhe Perëndi më mëso të dua atë që dëshiron ti. Ky bën edhe ndryshimin e një besimtari te Krishterë Ortodoks nga një që pretendon se është besimtar. Kjo e dyta, pra, kur ne i themi Perëndi më mëso të dua atë që dëshiron ti, është zemra e jetës shpirtërore. Këtë na e mësoi vetë Krishti kur u lut në kopshin e Getsemanis, ku djersa e tij u kthye në gjak, dhe ai ju lut Atit 3 herë. O Zot, Ati im, largoje për me këtë kup i dërimi, po jo si dua unë, por si don ti. Vullneti jot u bëft. Prandaj, edhe Ati heshti dhe nuk i dha përgjigje birit në kuptimin që jo se s'ja dëgjoj lutjen, por heshtja e Atit ishte se nuk ishte ndryshe vullneti i Perëndis, veçse Krishti të pinte kupën e i dërimit, të mbante mbi vete mëkatet e njerëzve dhe të vuante si njeri për to. S'kishte rrugë tjetër shpëtimi për njeriu. Kështu që Krishti na mësoi që neve duhet të bëjmë vullnetin e Perëndis, pavarësisht se ndoshta ky vullnet i Perëndis nuk i përshtatet vullnetit ose dëshirave tona. Por çfarë është vullneti i Perëndis? Kur flasim për vullnetin e Perëndis, nuk duhet mendojmë vetëm ku duhet punoj, me kë duhet martohem, ku duhet jetoj, cili vendim duhet marr. Para së gjithash, vullneti i Perëndis është ky, siç thotë dhe apostulli Pavli drejtuar Salonikasve. Ky është vullneti i Perëndis, shenjtërimi juaj. Që do të thotë se Perëndia dëshiron që njeriu të shenjtërohet, dhe fjala shenjtëri do të thotë të largohesh nga mëkati, ti kushtohesh Perëndis. Dhe do të thotë që të bashkosh mendjen, shpirtin, trupin, gjithë qenien tënde me hirën e Perëndis. Dhe vullneti i Perëndis të jetë vullneti yt. Atë që mendon Zoti të mendosh ti, atë që dëshiron Zoti për ty ta dëshirosh dhe ti. Dhe të përmbushësh qëllimin pse ka ardhur në këtë jetë, që të bësh i shenjtë, të bësh i ngjashëm me Zotin. Prandaj, pyetja e parë nuk është a do të më jap Perëndia atë që dua, por pyetja që neve duhet i bëjmë vetes në problematikat tona është a më afron kjo që dua me Krishtin? Kjo ndryshon krejt mënyrën se si marrim vendime. Armiku më i madh i njeriut është vullneti vetjak ose vetja e tij. Etrit ortodoks flasin vazhdimisht për një problem të madh, të vullnetit ton të rënë. Ne kemi një vullnet të rënë. Është një vullnet i cili është rrëzuar që nga mëkati soggjëshor, Adamit dhe Evës, por nga mëkati prindëror dhe nga mëkatet tona në një botë të rënë. Ne kemi vullnet dhe liri, sepse jemi krijuar sipas ikonës së Perëndis, por problemi është se ky vullnet tashmë është rrëzuar dhe ky vullnet nuk i përgjigjet ose nuk e pranon gjithmonë vullnetin e Perëndis.
Pra është një vullnet i plagosur nga mëkati. Neve duhet dëshirojmë diçka shumë më të fortë dhe përsëri ajo të mos jetë e mirë për ne. Që do të thotë, siç edhe e interpreton Shën Ignati Briançaninov, thelbi i jetës monastike i murgjërve, thot, po jo vetëm murgjërve, po gjithë besimtarë në përgjithësi, është shërimi i vullnetit të dëmtuar, bashkimi i tij me vullnetin e Perëndisë dhe shenjtërimi i tij përmes këtij bashkimi. Pra, kjo është një nga mendimet e jashtëzakonisht të rëndësishme që duhet kemi. Shën Ignati nuk thot se duhet të zhdukim vullnetin njerëzor, se njeriu prandaj është njeri, sepse ka liri, ka vullnet. Por ai flet për shërimin e vullnetit. Pra, qëllimi nuk është unë nuk duhet të dua asgjë, por Zot shëroje atë që të dua unë, pra të jetë për të mirën time, sepse shpeshherë ne duam gjëra që nuk janë për të mirën tonë. Ashtu siç thotë dhe një tjetër shenjtor, sa herë që ju luta Perëndis që të bëhet dëshira ime, kur e mora atë që kërkova, u pendova. Shën Johani Shkallës thotë, vari i vullnetit, para vullnetit ton, është bindja. Bindja është vari i vullnetit dhe ngjallja e përurësisë. Kjo është një fjalë që duhet ta mendojmë gjatë. Çfarë do thotë vari i vullnetit? Nuk do thotë se njeriu është pa personalitet, që s'duhet mendojë, s'duhet dëshirojë, as duhet të shprehet. Do të thotë të vdes vullneti im egoist, që rrotullohet rreth interesit tim, rreth dëshirave të mia, rreth vizionit tim dhe jo sipas Zotit. Pra, duhet të bëhet jo ajo që dua unë, por duhet të bëhet ajo që është e drejtë, duhet të bëhet ajo që është e mirë. Dhe unë nuk duhet ta kem fjalën e fundit. Unë duhet që të bëj atë çfarë thot Zoti. Ky është vari i vullnetit personal ose egoist. Dhe kjo sjell përulësinë. Prandaj Shën Johani e lidh drejt për drejt bindjen me përulësinë. Kjo është e nevojshme që në jetën shpirtërore ne të krishterët të kemi bindje. Po si ushtrohet bindja? Bindja është një nga virtutet më të mëdha dhe i ngjajmë Krishtit. Krishti tha që unë nuk erdha këtu të bëj vullnetin tim, por vullnetin e atij që më ka dërguar. Prandaj edhe këtu në këtë tokë ne nuk kemi ardhur të bëjmë vullnetet tona, por të atij që na ka dërguar në këtë jetë, pra Perëndia, që të bëjmë vullnetin e tij. Dhe bindja aplikohet që në familje. Fëmijët i binden prindërve. Bashortja i bindet bashortit. Më i vogli i bindet më të madhit. Nxënësi i bindet mësuesit. Dhe po ashtu dhe në marrëdhënien tonë kishtare, patjetër duhet kemi bindje. Të thotë që ne duhet të kemi një atë rrëfys, një atë shpirtëror, që vetëm rrëfejmë mëkatet tona dhe marrim ndjesën, por ne duhet kemi një atë shpirtëror i cili na drejtojë në rrugën e ngushtë të shpëtimit. Dhe kjo nuk bëhet pa bindje. Prandaj është një kërkesë e domosdoshme që neve të kemi një gujit shpirtërore. Ti besojmë dikujt, kuptohet jo çdo kush që na shfaqet përpara, kushdo qoftë ai, mund të jetë një atë shpirtëror. Ati shpirtëror nuk është vetëm një klerik, ati shpirtëror, si thon edhe etrit e kirë, është dhe një laik. Që do thotë ai njeri që ka thirrje nga Zoti, ai që ka hirin dhe eksperiencat e Shpirtit Shenjtë, dhe që Zoti të ka treguar me shenja që ai njeri është i dërguar i tij në jetën tënde. Dhe problemi është se duhet të bësh bindje, kuptohet, bëhet bindje kur bëhet fjalë sipas fjalës së Zotit, sipas vullnetit të Zotit, dhe jo thjesht sipas kapriços. Por bindja është e domosdoshme. Pa bindje nuk mund të ecësh përpara. Kështu që është shumë e rëndësishme kjo marrëdhënia me atin shpirtëror, që neve duhet ta mbajmë atë, një marrëdhënie besnike dhe një bindje sa më të përsosur. Ndryshe, neve nuk shlirohemi dot nga egoja, nga vullneti ynë egoist që shpeshherë, si thash, është një vullnet i gabuar.
Shën Dorotheu i Gazës thot, mos kërko gjithçka të ndodhi siç dëshiron. Pra, ai që nuk mbahet pas vullnetit të vet gjithmonë e ka atë që dëshiron. Që do të thotë, në qoftë se ne e lejojmë veten në vullnetin hyjnor, që na shprehet drejt për së drejti ose në mënyrën më klasike dhe më të sigurt nëpërmjet atit shpirtëror, jo thjesht atit rrëfyes, atit shpirtëror, sepse ka një ndryshim ati rrëfyes nga ati shpirtëror, atëre ne do marrim atë që do jetë e mirë për neve dhe kur nuk do pendohemi. Pra, këtu kemi një lloj paradoksi që e dëgjuam, ai që nuk mbahet pas vullnetit vet gjithmonë ka atë që dëshiron. Që do të thotë, ai që nuk kërkon gjëra të ndodhin sipas dëshirës së tij, ai pra dëshiron që gjërat të kenë ndodhur ashtu siç ndodhen në realitet. Pra, kur Perëndia i zbulon vullnetin e tij, ai thot po, kjo është ajo që unë kisha nevojë. Këtë mësoj edhe nga eksperiencat e jetës. Për shembull, ne kemi pasur personalisht dëshira në jetë që mendonim se ishin të mira. Jeta vërtetoi që ato nuk ishin të mira. Dhe nëse Perëndia do t'i kishte lejuar që ato të realizoheshin, ndoshta do kishim marrë një rrugë pa krye. Dhe Perëndia lejoi që të bëhet vullneti i tij në jetën tonë. Dhe kur ne e shikojmë këtë vullnet të përmbushur, atëherë themi lavdi Zotit. Kjo ishte ajo çfarë unë kisha nevojë. Këtë thot shenjtori. Le të marrim një shembull. Për shembull, unë kërkova një punë, nuk e mora. Nëse jam i lidhur me vullnetin tim, them, pse Perëndia nuk ma dha? Po nëse adhurzoj vullnetin tim Perëndis, them, unë bëra atë që munda. Tani pranoj atë që ndodh dhe besoj se Perëndia mund të më udhëheq edhe përmes kësaj. Ky është një ndryshim i madh shpirtëror. Kjo është liria shpirtërore. Një tjetër fjalë e fuqishme e Shën Dorotheut thot: në të gjitha gjërat që më ndodhin, nuk dëshiroj të vrapoj pas urtësisë njerëzore, por veproj me aq fuqi sa kam dhe në të njëjtën kohë ja lë gjithçka Perëndis. Kjo na mëson një ekuilibër shumë të bukur. Veprojmë, lutemi, i dorëzohemi Perëndis. Pra, jo unë nuk bëj asgjë. Perëndia do të bëjë gjithçka. Pra, ne do bëjmë pjesën tonë, që do të lutemi, do veprojmë, por fjalën e fundit do ta thotë Zoti. Shpeshherë ne themi që Zoti përpara dhe ne mbrapa, por në të vërtetë ne ecim përpara dhe Zoti ne lë mbrapa. Dhe vetëm kur gjërat nuk na ndodhin ashtu si dëshirojmë, ose janë rrugë pa krye, ose janë gremina, dhe thyem hundët, atëherë themi, po ku je o Zot? Dhe Zoti na përgjigjet dhe na thot, ti pse e shkon përpara meje? Pra, ai është bariu, ne jemi delja. Bariu shkon përpara, delet i shkojnë bas. Prandaj themi u bë vullneti yt si në qiell dhe në tokë. Kjo është edhe kuptimi i lutjes, por shpeshherë ne themi këtë lutje, e themi edhe si të mësuar si përmendsh, nga që e themi shpeshherë, dhe këtu është dhe një rrezik i madh, sepse thënia e lutjes vetëm me fjalë dhe pa e realizuar, kjo sjell problem. Kjo do të thotë që ti tallesh me Perëndin, të tjera thua, të tjera bën, dhe atëre ikën hiri i Perëndis dhe ndodhin probleme në jetën shpirtërore, në jetën sociale, psiqike. Dhe fatkeqësisht shikojmë sot të krishterë të cilët kanë strese, kanë neuroza, kanë depresion. Kjo është e palogjikshme që një njeri të jetë i krishterë dhe të jetë një njeri me neurozë, me depresion, me të pi qetësuesa. Normal, nuk po flasim këtu dhimbje koke, nuk po flasim dhimbje trupi, nuk po flasim këtu mërzitje, këto janë gjërat, por të kesh depresion, të kesh ankth, të kesh frikë, dhe të përfundosh në një psiqiatër ose në një psikolog, kjo lë për dëshiruar. Kjo tregon se neve bëjmë vullnetin tonë. Dhe mbi të gjitha është se neve tallemi me lutjen aty që në qiell. Kështu e thot dikush. Kjo është arsyeja, thot,
pse të krishterët kanë probleme sot? Sepse luten atë ynë u bë vullneti ynë si në qiellin tokë, por vërtet luten, por mbas lutjes bëjnë vullnetin e tyre. Prandaj, pyetja është, a besojmë në atë që themi, në atë që lutemi, u bë vullneti yt? Është shumë më e vështirë të them kur një derë mbyllet u bë vullneti yt, kur një dëshirë nuk realizohet, kur një njeri na largohet, kur një plan na prishet, atëherë lutja bëhet reale. Sepse aty duket besimi ynë, kur jemi në provë, u bë vullneti yt edhe kur unë nuk e kuptoj. Shën Siluanoi, një tjetër atë i dëgjuar i kishës, thot, dorëzimi i plot tek vullneti i Perëndis. Shën Siluanoi e shpreh këtë me një forcë të jashtëzakonshme. Ai shkruan, është një e mirë e madhe ti dorëzohesh vullnetit të Perëndis. Dhe vazhdon se kur shpirti i dorëzohet plotësisht vullnetit të Perëndis, Zoti vetë fillon ta udhëheqë atë shpirt. Pastaj Shën Siluanoi thot diçka shumë të fortë. Një njeri krenar nuk dëshiron të jetojë sipas vullnetit të Perëndis. Atij i pëlqen të drejtojë vetveten. Ktu kemi një provë shumë të thjeshtë për veten. Pra, a e dua vërtet të di vullnetin e Perëndis apo duhet jem unë ai që drejtoj gjithçka? Ky është një problem që e kemi dhe kjo është lufta me veten. Prandaj edhe etrit na thonë që armiku më i madh i njeriu nuk është as djalli, nuk është as bota, nuk është as tjetri, është vetja. Sepse vetja neve na tradhton. Vetja neve na del kundra. Prandaj ai që arriti të mund veten, ai ka fituar luftën më të madhe. Shën Pais Agjoriti thotë, vullneti ynë në zero. Pra, të heqim dorë nga vullneti ynë. Ai flet shumë qartë. Në një nga mësimet e tij, ai lidh pastrimin e zemrës, porosinë, bindjen, lutjen dhe drejtsinë ynore me të njëjtin qëllim, të heqim dorë nga vullneti ynë egoist. Mendimi i Shën Paisit mund të përmbritet kështu. Porosia është lutja e vullnetit tonë dhe ngritja e vullnetit të Perëndis. Pra, në lutje ne përulemi dhe paraqesim vullnetin tonë tek Zoti. Por, nëpërmjet lutjes ne ngrejmë vullnetin e Perëndis në jetën tonë. Bindja është të mos e vendosim veten në qendër. Lutja është të largojmë mendjen nga dëshirat tona dhe të përqendrohemi tek Perëndia. Kjo është shumë e rëndësishme, sepse ndonjëherë themi, unë lutem shumë, por lutja vërtet nuk është vetëm Zot më jep këtë. Mund të bëhet Zot më pastro nga dëshira për të pasur këtë me çdo kusht. Pra, siç neve duhet ta përfundojmë çdo lutje. Jo si dua unë, por si don ti, ose vullneti yt u bëft. Le të bëjmë vetes disa pyetje. Pyetja e parë, a është ajo që unë kërkoj në përputhje me Ungjillin? Perëndia patjetër që nuk do të na udhëheqë në mëkat, që të na japi diçka që bie ndesh me fjalët e tij. Nëse ne kërkojmë një gënjeshtër, një hakmarrje, imoralitet, urrëtie, padrejtësi, dinakri, hipokrizi, kjo patjetër që nuk është vullneti i Perëndis. Dhe sado që ne të përpiqemi, patjetër do vi një ditë që do dështojmë. Pyetja e dytë është, çfarë po më shtyn për të kërkuar këtë gjë? Po më shtyn dashuria, apo frika, porosia apo krenaria? Shërbimi apo dëshira për të dukur? Pyetja e tretë, a jam gati ta pranoj dhe t'i përgjigjem po vullnetit Perëndis? Kjo është ndoshta pyetja më e rëndësishme. Nëse them, Zot më trego vullnetin tënd, por vetëm nëse është ajo që dua unë, ky është problemi. Ne kërkojmë të dim vullnetin e Perëndis, por në të vërtet, në shumicën e rasteve neve duam që të bëhet e jona, jo e Perëndis. Prandaj kjo na krijon një konflikt edhe me Zotin. Dhe themi që Zoti s'na dëgjon, Zoti s'na shikon, Zoti na ka lënë më njan. Jo. Zoti të flet, por ne nuk dëgjojmë sepse kemi dëshirë për të bërë vullnetin tonë.
Etrit e kishën na mësojnë mos i beso çdo mendimi që ke brenda vetes. Dhe etrit janë shumë kujdesshëm me mendimet. Jo çdo mendim që hyj në mendjen duhet pranuar. Mund të kemi një mendim, duhet ta bëj këtë tani. Perëndia po më tregon këtë. Ky njeri është armiku im, duhet largohem, duhet akmerem, un kam të drejtë dhe mund të dukem shumë bindës, por duhet të mësojmë të shqyrtojmë mendimet që na vijnë. Shën Johani Shkallës këshillon që njeriu të luftojë vazhdimisht me mendimet dhe ta kthejë mendjen kur ajo shpërndahet. Prandaj, mos merremi me çdo mendim sikur është zëri i Perëndis. Ktu janë mashtruar shumë njerëz me zërat e brendshëm. Prandaj, mendo, lutu, prit, kërko këshill, shiko frutin e gjërave. Mos jetojmë në virtualitet. Pra, në ato çfarë ne ëndërrojmë, fantazojmë, ku realiteti është krejt ndryshe. Prandaj nuk mos kërkojmë shenja të jashtëzakonshme. Kjo është veçanërisht e rëndësishme. Ndonjëherë dikush thotë, pash një shenjë, ndjeva diçka, një numër më doli disa herë, dhe kjo ndoshta mund të tregoj sepse po më përgjigjet Zoti. Ndodhi kjo dhe e mora si shenjë. Tradita ortodokse kërkon shumë kujdes në tilla gjëra. Shën Ignati Brianconinovi paralajmëron kundër kërkimit të përvojave të jashtëzakonshme dhe iluzioneve shpirtërore. Një parim i sigurt është, mos kërko përvoja të jashtëzakonshme, kërko Krishtin. Në vend të Perëndi më jep një shenjë, më mirë. Perëndi më jep përurësi dhe urtësi që ta kuptoj atë që duhet të bëj. Arsyeja që neve nuk e dëgjojmë vullnetin hyjnor, nuk e shikojmë rrugën është se s'kemi përurësi. Përurësia është ajo që t'i hap syt. E kundërta e përurësisë, krenaria është ajo që të verbon. Kur jemi të zemëruar, mendojmë se kemi të drejtë. Prandaj, duhet pasur shumë kujdes, sepse njeriu nuk e sheh gjithmonë veten. Kur jemi të dashuruar, mendojmë se shohim gjithçka qartë. Kur kemi frikë, mendojmë se rreziku është më i madh se ç'është. Kur jemi krenar, nuk shohim krenarinë. Prandaj, kisha na jep udhëzimin shpirtëror. Kemi nevojë për konsult me atin shpirtëror. Kur shkojmë te ati rrëfys, dhe është mirë që ati rrëfys jetë atë shpirtëror, por jo gjithmonë mund të jetë e njëjta gjë, por ne duhet të rrëfejmë jo vetëm mëkatet, por dhe mendimet. Dhe e mira është që të gjejmë një atë shpirtëror sipas bulesës së Zotit dhe atij t'i besojmë jo thjesht mëkatet, sepse ka raste që ndoshta nuk është klerik, por t'i besojmë dëshirat, vullnetin dhe problemet tona, që në vetvete nuk janë mëkate. Shën Johani Shkallës flet për nevojën e një udhërëfysi të zgjedhur me kujdes dhe me dallim, pikërisht që të mos bëhemi udhërëfys të verbër të vetvetes. Ashtu si Zoti thot, i verbri udhëheq të verbrit dhe të dy bien në grop. Edhe këtu duhet maturi. Bindja e krishterë nuk është adhurimi një personi. Pra, ne gjejmë një person dhe e shikojmë atë si Zoti. Por duhet pasur kujdes, ati shpirtëror është një instrument i Zotit. Është Zoti, pa është ai. Ati shpirtëror duhet ta çojë tek Krishti, jo tek vetja. Një shembull konkret mund të themi, për shembull, kam dy mundësi. Unë dua fort njërën, si veproj, hapi i parë për ta zgjidhur këtë është të lutem. O Zot, më trego rrugën që është për shpëtimin tim. Hapi i dytë, shikoj nëse ajo zgjedhje është në përputhje me ungjillin. Hapi i tretë, shikoj motivin tim. Pse e dua këtë? Hapi i katërt, kërkoj këshill nga një njeri i matur shpirtërisht, pra nga ati shpirtëror. Hapi i pestë, nuk nxitoj vetëm sepse jam i emocionuar. Hapi i gjashtë, marr vendime me përgjegjësi. Hapi i shtatë, pastaj them: Zot, unë bëra sa munda. Tani e lë rezultatin në duart e tua. Kjo është shumë afër asaj që na mëson Shën Dorotheu,
të bëjmë me besnikëri atë që mundemi dhe pjesën tjetër le t'ja lëmë Perëndis. Por kur dera mbyllet, do me thënë, do njerë lutja duket sikur nuk dëgjohet. Ne themi pse, por mund të mos e dim pse. Këtu fillon besimi. A besojmë ne se Zoti na dëgjon? Shën Dorotheu na mëson të mos lidhemi me kërkesën që gjërat të ndodhin sipas vullnetit ton, por të mësojmë të pranojmë atë që ndodh në kujdesin e Perëndis. Kjo nuk do të thotë të mos luftojmë për të mirën, por do të thotë të mos bëhemi sklever të rezultatit. Duam patjetër këtë rezultat. Pra, ne bëjmë atë që mundemi. Perëndia kujdeset për atë që nuk mund ta kontrollojmë neve. Po kush është vullneti i Perëndis? Vullneti i Perëndis shpeshherë nuk është ai që mendojmë ne. Një vullnet që na zgjidh një problem, na shëron një sëmundje, na tregon një rrugë. Vullneti i Perëndis ndonjëherë është kryqi. Këtë e kemi përsëri kur Krishti u lut në Gjetsemani. Tham që Krishti u lut dhe i tha ati im, nëse është e mundur, largoj këtë kup i dërimi nga mua. Por jo si dua unë, por si don ti. Heshtja e Perëndis, atit, ishte që rruga e Krishtit ishte kryqi. Prandaj, nëse themi gjithçka që vjen nga Perëndia duket sikur është diçka e lehtë, por jo. Ndoshta ajo që vjen nga Perëndia është rrugë kryqi. Krishti vetë tha, jo vullnetin tim, por yti të bëhet. Prandaj, si tham, erdhi kryqi. Pra vullneti i Perëndis nuk është gjithmonë rruga më e rehatshme. Donjëherë rruga që kërkon më shumë durim, më shumë falje, më shumë heshtje, më shumë sakrificë, më shumë besim. Lehtësia nuk është gjithmonë shenja e vullnetit të Perëndis. Dhe vështirësia nuk është gjithmonë shenja se Perëndia na ka braktisur. Një fjalë e fuqishme e Shën Joan të Shkallës është, siç na thot, se nga bindja vjen përurësia, nga përurësia vjen dallimi dhe nga dallimi vjen njohja më e thellë. Kjo na jep një rend shumë të bukur: bindje, përurësi, dallim, urtësi. Pra, nëse unë dua të kem dallim shpirtëror, nuk duhet filloj duke menduar, unë jam shumë i zgjuar dhe do të kuptoj gjithçka. Duhet filloj, Zot, unë mund të gaboj, më mëso. Kjo është përurësia. Si duket një njeri që ka filluar t'ia dorëzoj vullnetin Perëndis? Është një pyetje. Ai nuk bëhet pasiv, bëhet më i qetë, kërkon gjërat të shkojnë mirë dhe falenderon. Kur gjërat shkojnë keq, ai lutet. Kur korrigjohet, nuk shpërthen menjëherë. Kur nuk merr atë që dëshiron, nuk mendon menjëherë se Perëndia e ka harruar. Kur nuk e kupton një situatë, thot, nuk e kuptoj tani, Perëndia e di. Kjo është një shenjë e rritjes shpirtërore. Pra, këto janë me pak fjalë disa mësime të etërve të kishës për t'i dhënë përgjigje aq sa mundet, sepse kur nuk është një përgjigje shtëruese që në jetën tonë ne bëjmë vullnetin ton apo vullnetin e Perëndis. Le të mbajmë mend këto 7 pika ose 7 shkallë. Duhet shikojmë Ungjillin. Vullneti i Perëndis nuk bie në kundërshtim me Krishtin. Kur i kërkojmë një diçka Zotit, duhet ta shikojmë, ta përballim me fjalën e Zotit. Ajo që po kërkoj unë, i pëlqen Perëndis, është sipas fjalëve të Krishtit, apo sipas egos time, mendimeve të mia, apo dhe gjërave të botës. Duhet të lutemi. Jo vetëm më jep atë që dua, por më mëso të dua atë që është e mirë. Duhet të shqyrtoj motivin. A më udhëheq dashuria apo egoja në këtë që po kërkoj? Mos i besojmë çdo mendimi. Mendimi nuk është automatikisht zëri i Perëndis. Kujdes nga zërat e brendshëm. Kërko këshill të matur. Mos u bëj gjithmonë gjykatësi i vetëm i vetes, por konsultohu me tjerët. Bëj atë që të mundesh. Mos e përdor vullnetin e Perëndis si justifikim për pasivitet, që me që Perëndia s'mu përgjigj, unë po pres tashti. Dorëzo rezultatit. Bëj pjesën tënde dhe thuaj, u bë vullneti yt. Si përfundim,
Ndoshta pyetja më e bukur që mund të bëjmë Perëndis nuk është Zot më jep atë që dua, por Zot më jep atë që ti dëshiron dhe më jep një zemër që ta pranoj. Shën Siluanoi na kujton mallështinë e dorëzimit të vullnetit i Perëndis. Shën Dorotheu na mëson të mos mbahemi pas vullnetit ton. Shën Johani Shkallës na mëson se bindja varros vullnetin egoist dhe lind porosinë. Shën Ignati na mëson se vullneti i plagosur duhet shërohet dhe të bashkohet me vullnetin e Perëndis. Amin. Love the Lord.